Vazhdojmë tani me përgatitjen. Pra parapërsisht, për sa persona do gatuani, aq edhe mish do përdorni. Unë këtë drekë po e përgatis për 4 persona. Për atë arsye këtu kam bërë gati 600 gram mish viçi, por mishin e viçit e kam prerë kështu në copza më të holla. Vazhdoj që mishin edhe ta marinoj. Së pari te mishi do hedh pak kryp, gjysmë lugë çaji piper të kuq, 1 lugë gjelle përsierje, tako, hudër dhe origano. $50 ml vaj. Pra kjo është marinada e mishit. Mishi të na dali but, pa mbuk, unë brenda do hedh 100 ml qumësht. 100 ml qumësht do i hedhim këtu te mishi. Tani me anë të një lugje do përziej mirë që i tërë mishi të përzihet me erza që kemi hedhë brenda dhe të bëhet bashkë me vajin dhe me qumshtin. Mishin përmbi dhe mbuloj me nylon foli dhe është mirë që mishi të pushon në frigorifer për 20 deri në 30 minuta. Pastaj do vazhdojmë edhe që ta përgatisim. Pra kjo është përzierja çili që unë përdora për të bler mishin. Mishi ka pushuar mjaftueshëm, tani është gati për ta përgatitur. Do na nevojitet një tigan pak më i thellë, mundësisht të keni me kapak. Unë po përdor të markës Müfler. Në fund të videos dhe vendoj linkun e dyqanit ku mund t'i shihni. Tani, copat e mishit do i kapim kështu dhe do i transferoj te tigani. Në temperaturë mesatare do vazhdojmë që mishin ta fërgojmë dikun 7 deri në 10 minuta. Mishin do vazhdoj ta fërgoj mirë, pra si që thash, dikun deri në 10 minuta, derisa të gjitha pjesët e mishit të janë skuqur mirë. Tani që mishi është fërguar mjaftueshëm, brenda do hedh një qep të bërë në rende. Si dhe 250 gram këpurdha të freskëta, unë i kam bërë kështu në copza më të mëdha. Vazhdojmë i fërgojmë edhe për 5 deri në 6 minuta tjera, derisa qepa edhe këpurdhat të fërgohen pak. Kështu do na duhen edhe 3 domate, por tomatet do i bëjmë në rende. Kështu pra duken tomatet, pasi kam bërë që të trija në rende. Tani te mishi do shtoj edhe një lugë kafeje me piper të kuq. Do i shtoj edhe domatet që i bëjmë në rende, si dhe një lugë gjelle pasta domate. Do përzijem edhe një herë. Tani në tigan do hedh 200 ml ujë. Mbuloj me kapak dhe do lejoj që të zihet për 30 minuta. Pastaj do vazhdojmë që të hedhim brenda edhe salcën përfundimtare. Pas 30 minutave do e kontrollojmë se a është zier mishi apo jo. Qofshë është zbutur kështu si kur i imi, atëherë do vazhdojmë që të hedhim edhe salcën përfundimtare. Në një pjatë pak më të thellë kam shtuar një lugë gjelle nishiste. Te nishistja do hedh një gotë çaji 100 ml ujë të ftoftë. Kjo do e trash lëngun e gjellës dhe me të vërtet do e jep shije shumë të mirë. Do e përzijem një herë mirë që të tretet nishistja te uji. Do përzijem. Vazhdojmë zijem të mbyllur me kapak edhe për 10 deri në 15 minuta tjera, derisa të fiton trashësinë e dëshiruar. Tani më gjithçka është gati, mund të vazhdojmë edhe që ta servojmë.